Realisht e pakalueshme. Qyrum apo qëzohet situata, nëse vazhdon kështu, atëherë rrezikohet komplet që lagja 28. Jemi për momentin në Fushë Kosovë, te lagja 28, gjendjen përshënë e vetë. Manorët të tregojnë që na dalë me thonë edhe pjesën tjetër, kështu rrugën nga ka mlu uji. Për momentin është diçka më mirë, speshin edhe këtë pjesën tjetër më thonë është bllokuar me kalu. Andaj më është këtë ujë që nuk lejohet asnjë kerr me kalu as as edhe komsort. Shumë familje këtu po vuajnë sepse nga ujë në përshpe, e komuna ju kanë paraqitur ndihmë. Gjendja shpeshherë e vetë. Lagja 28 e lamën anenaj, është për me shku në bardhë, realisht e pakalueshme. Më thonë shumë banorëve janë tërheq nga këto shtëpi për rreth. Gjendja është kritike, qysh po shihet, për fat keq çdo vjet janë pasojat e njëjta, po mendoj që të ardhmen do të përpunon drejtimin për xherimin edhe fillimin e këtij lumit, kështu që momentalisht janë evakuuar 20 familje pi fshatit Kozmen, edhe këtu i kemi dikon 5 familje që kemi stëruar momentalisht. Qyrum apo qëzohet situata, nëse vazhdon kështu, atëherë rrezikohet komplet që lagja 28, rrezikohet pi vërshimeve. Si komunë ka intervenuar edhe kryetari i Kuvendit Komunal Fushë Kosovës, Valan Përbreza, me stafin e tij, edhe na si komunë kemi stacionuar familjarët me qiraja, edhe na si komunë kemi marrë përgjegjësinë me pagu qiran spaku njerë për një muj të qyrum që shpo rrjedh, që shpo vazhda situata. Ushqim kanë me marrë çdo ditë në gjellëtorën të Lishuqat që është humanitare Shërbeu. Për fat keq pjesa e Kozminit të rrugë gati çdo vjet në njëjtin sen.